një hapur deri në orën 12, por kam qëndruar deri në orën 2 pasi kishte njerëz që donin të merrnin pjesë në këtë protestë. Dhe jo vetëm militant. Kjo është e gjë që domethënë duke qenë se jam një tip emocional, jam prekur shumë, kur shikoj jo vetëm militant, por edhe njerëz të thjeshtë që dëshironin të ishin pjesë, si të rinj, ashtu dhe moshat të treta. A do të kemi sërish protestat organizuara nga Partia Demokratike? Patjetër desatërizohet qeveria Rama, patjetër që do ketë protesta, do të jenë përsëri, jam e sigurt, ndoshta edhe më madhështori se ajo që neve kaluam. A prisni që vërtet qeveria Rama do të rrëzohet, zonja Kreshpa? Patjetër, me gjithë të korrupsion që është galopant, patjetër që do të rrëzohet. Populli është i zgjuar dhe ka filluar të veprojë. Qartë. Mirë, zonja Kreshpa, ajo që unë do doja të ndalesha tani është situata e zonjës Belinda Balluku, pra ku SPAK ka kërkuar heqjen e imunitetit dhe arrestimin e zonjës Balluku për të gjitha akuzat e korrupsionit, ndërsa kryeministri shqiptar Edi Rama ka dalë hapur pra në mbrojtje të saj. Pyetja lind se pse zgjodhi kryeministri të mbrojë publikisht zonjën Balluku, duke u dukur si një arbitër politik, po i shuaj mbi drejtsinë në vend që të lejonte të gjithë procesin ligjor të ndiqte rrugën e vetë hetimit. Po. Atëherë, manteli i Edi Ramës që thotë që drejtësia do të jetë e njëjtë për të gjithë personat që shkelin ligjin, ka rënë. Sepse kjo tregon që Rama po e mbron së tepërmi Belinda Ballukun. Po e mbron për arsyeën e vetme sepse e dim shumë mirë, kuptojmë që Belinda Balluku ka qenë paradhoma e Edi Ramës. Dhe nëse do të thellohet më shumë hetimet për Ballukun, do të thellohet dhe kupola, që është Edi Rama, do të thellohet dhe do të kuptohet më së miri dhe që çdo vendimarrje që ka marrë dhe çdo firmë që ka hedhur Belinda Balluku, pastaj është vetë Edi Rama. E qartë. Nga ana tjetër, reagimi i kryeministrit Rama po shihet edhe si një tentativë për të blerë kohë ndoshta dhe për të mbrojtur edhe të vërtetën, pra ose edhe veten edhe qeverinë nga ana tjetër. E gjithë kjo mund të interpretohet, zonja Kreshpa, si një përpjekje për të ndalur zgjerimin e hetimeve të SPAK dhe nga ana tjetër mbi të gjitha figurat e larta të qeverisë? Këtu mund të them me plot bindje që kemi një grup shteti brenda shtetit. Pra kemi pushtetin legjislativ i cili drejton tërësisht pushtetin gjyqësor dhe Rama po ushtron presionet me të gjitha mënyrat e veta kundrejt pushtetit gjyqësor. Dhe këtu mund të themi që dhe vendimi i gjykatës kushtetuese, duke parë se si Rama po shtrëngon pushtetin gjyqësor, mund të themi që dhe vendimi i gjykatës kushtetuese së fundmi ka qenë në ndikimin dhe në presionin e Edi Ramës. Çfarë sinjalizon e gjitha kjo për gjithë pavarësinë e institucionit të drejtësisë? Atëherë që institucioni i drejtësisë ose jo, nuk më thënë që po përdoret, por po i ushtrohet presion nga legislativi që është vetë Edi Rama, nga kartonat që ai ka, numrat e votave që ai ka në legjislacionin e tij në parlament. Zonja Kreshpa, ashtu si e dim, Balluku u lidh me projektet infrastrukturore të mëdha si tuneli i Llogaras, edhe siç është dhe Unaza e Madhe nga ana tjetër. Sa ndikim kanë të gjitha këto projekte me vlera miliardçe në vendimin e Ramës për të mbrojtur ndoshta publikisht Ballukun dhe nga ana tjetër si përçon edhe mesazhet tek aktorët ekonomikë dhe politik, sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë sa më e madhe të jetë sa më të madhe të jenë fondet që mund të marrë Belinda Balluku, është më i madh është korrupsioni dhe është më i madh fitimi që ka Edi Rama. Dhe sa më i madh të jetë fitimi, është më shumë vidhet popullit shqiptar. Dhe sa më i madh të jetë në fitimet, është më i pushtetshëm bëhet Rama pasi blen pushtetin. Të gjitha këto kanë lidhje normale që kanë lidhje ekonomia me politikën, lidhje ekonomike politike për arsye sepse kjo tregon më së miri që nëse nuk je i lidhur me politikën e Edi Ramës, ti nuk mund të marrësh as tendera dhe nuk mund të lobosh për to tendera. Pra, nëse ti nuk je pjesë e krimit, nuk je pjesë e aferave korruptive, ti nuk mund të jesh pjesë ekonomike. Qartë. Se i përket këtij hetimi, zonja Kreshpa, opozita e akuzon kryeministrin shqiptar Edi Rama si një peng të zonjës Balluku, ndërsa qeveria, ashtu si e tham, pra tentoi ta tregojë mbështetje për të gjithë ndoshta reformën drejtësi dhe ndaj zonjës Balluku. Ideja është se cili është mesazhi që i dërgon të gjithë qytetarëve dhe a ka një drejtësi të barabartë edhe mes të paprekshme, por edhe mes qytetarëve. Atëherë këtu tregon që Rama, domethënë mbron njerëzit që Rama dëshiron ditë i mbroj, ose më sa mund të them kështu që ligji tek njerëzit e dashur të Ramës interpretohet, kurse tek njerëzit që Rama nuk do, ligji zbatohet. Dhe tek njerëzit e thjesht, ligji është tepër i rënd, pra tek një person i cili nuk paguan dritat për 3500 lekë të reja, futet në burg, kurse një person që është i veshur me mantelin e pushtetit
shtetit të Ramës, që është tepër i fuqishëm, mund të vjedhi dhe nuk është i pacënuar. E qartë, por si mund të ndikojë gjithë qëndrimi publik i kryeministrit shqiptar Edi Rama mbi gjithë stabilitetin e qeverisë, por nga ana tjetër dhe besimin e qytetarëve tek drejtësia? Atëherë qytetarëve u ka rënë, normale që u ka rënë dhe protesta e fundit tregoi shumë që ka rënë besimi tek qeveria dhe tek pushteti i Edi Ramës. Dhe kjo, domethënë, si thashë më përpara, për shkak të atij masiviteti dhe shqiptarët sot janë zgjuar. E kuptojnë shumë mirë korrupsionin dhe kuptojnë shumë mirë pushtetin e Edi Ramës. E qartë, nga ana tjetër, zonja Kreshpa, kemi dhe reagimit opozitës cilët janë të forta dhe nga ana tjetër edhe protestat që janë organizuar. Si ndikon e gjitha kjo situatë në gjithë stabilitetin politik të qeverisë, por edhe në perceptimin e qytetarëve mbi besueshmërinë e gjitha institucioneve, jo vetëm drejtësisë? Shqiptarët e thash që shqiptarët kanë kuptuar që institucionet në Shqipëri nuk po funksionojnë. Të gjitha përveç se ne dim që ka patur, kupolat në institucionet i ka kapur korrupsioni, ku ne nuk mund të bëjmë dot asnjë veprimtari juridike, ne nuk mund të kërkojmë asnjë gjë në momentin që ne nuk japim rishfete. Dhe shqiptarët janë zgjuar dhe kjo e tregoi më së miri tubimi i madh dhe i fuqishëm që patëm pak ditë më përpara. E qartë, nga ana tjetër a mund të interpretohet i gjithë ky qëndrim publik i zotit Edi Rama prandaj zonjës Balluku si një sinjal ndoshta edhe për bizneset, por edhe për oligarkët se lidhje politike garanton imunitetin? Oligarkët kanë kuptuar më së miri që nëse nuk do të kenë lidhje me pushtetin e Edi Ramës, nuk do të përfitojnë asnjë gjë dhe nuk do të kenë asnjë interes ekonomik. E qartë. Mirë, zonja Kreshpa, për ta mbyllur do doja edhe një mesazh nga ana juaj pra si opozitare për të gjithë shqiptarët. Shqiptarët duhet të kuptojnë që qeverisë po i vin fundi dhe kemi një qeverisje totalisht të korruptuar dhe ka ardhur momenti që të ngrihemi të gjithë, të bashkohemi dhe të japim fund kësaj qeverie tërësisht të korruptuar dhe të marrim frym drejt lirisë. E qartë. Mirë, zonja Kreshpa, unë ju falenderoj shumë për gjitha informacionet që ndatë sot me mua. Ishte kënaqësi. Kënaqësi dhe për mua. Ju falenderoj shumë. Bashkë do shihemi sërish nesër në TikTok-un e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.